Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Profesor Edis Sala dhe Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu zhvilluan një takim sensibilizues me gratë dhe vajzat e regjimentit të Kombësorisë së Veriut në Vaun e Dejës me qëllim ndërgjegjësimin për depistimin e hershëm të kancerit të gjirit. Gjatë takimit, Ministria Sala theksoi se programi kombëtar i depistimit të kancerit të gjirit vijon gjatë gjithë vitit dhe apeloi për kontrolle periodike në mënyrë që të parandalohen sëmundjet e rënda. Jemi vërtet në ditën e fundit të tetorit, por ama depistimi dhe parandalimi i kancerit të gjirit vazhdon gjatë gjithë vitit. Në fakt, deri tani kemi kryer gati 16.000 mamografi, stacionare dhe lëvizse. Për mua ka edhe një rëndësi tjetër, sepse jemi mes vajzave, motrave, nënave të forcave të armatosura. Mbrojnë kufit, po mbrojmë jetën me depistim. Është një mesazh që dua ta jap prapë përkatësi të dyfisht dhe si mjeke, sepse duhet të ndërgjegjësohemi për mbrojtjen e shëndetit. Ministri i Mbrojtjes Piro Vengu theksoi rëndësinë e bashkëpunimit interinstitucional për shëndetin dhe mirëqenien e efektivëve dhe komunitetit. Dhe siç është tashmë tradit, bazat tona shërbejnë edhe si qendra për të mundësuar jo vetëm testimin dhe depistimin pranë grave, zonjave ushtarake që ushtrojnë detyrën në këto baza, por edhe për komunitetin. Në regjimentin e Kombësorisë së Veriut në Vaun e Dejës u stacionua dhe një nga mamografit lëvizëse, ku gratë dhe vajzat në uniform, por edhe të komunitetit përreth, kryen ekzaminime falas. Dy ministrat u takuan edhe me trupat e regjimentit të Kombësorisë së Veriut, të cilët i falenderuan për punën e bërë në misionin e tyre për sigurinë e vendit dhe ndihmën e madhe dhënë në misionet e emergjencave civile. Regjimenti Vau të Dejës, në bashkëpunim me strukturat lokale shëndetësore, prej vitesh janë angazhuar në misione shpëtimi, luftën kundër zjarreve dhe përmbytjeve për t'u ardhur në ndihmë njerëzve, pronës së tyre dhe pasurive natyrore të vendit. Ata vlerësuan forcat e armatosura dhe bluzat e bardha për angazhimin aktiv në këtë drejtim, duke nënvizuar faktin se ata janë hallka të rëndësishme në zinxhirin e parandalimit dhe reagimit në rastin e fatkeqësive natyrore.